Përshëndetje shqiptar kudo që ndodhen në gjithë botën po thuaj, sidomos shqiptarët që janë për Evropë, janë për të detit tonë, dhe sidomos në orën 9 sot është tash jesh në Amerikë, ju përshëndes nga tirania e kuqe, të dashur shqiptar. Sot janë mbledhur urgjent, tamam si byroja politike që mblidhshte në kohën e regjimit bolshevik. Në të njëjtin pallat, të dashur shqiptar, Edi Rama i ka mbledhur si sekretari i parë i Komitetit Qendror, i ka mbledhur Ponat Zyrë, që ka qenë komiteti i partisë i Tiranisë. Pra të dashur shqiptar, kanë 35 vjet në atë pallat, që s'paguajnë as drita, as ujë, por pinë çfarë të dojë pije, bëjnë qef atje, tallen me shqiptarët. Ja pra, erdhi dita e sotshme, këta janë ditët e fundit dashur shqiptarë. E shihni dhe vetë si janë mbledhur tamam si komiteti qendror të biros politike, por në kohën e verit ishën të paktën ja 15, kurse këta janë 83 veta. Jam mbledhur dashur shqiptar këto fytyra këtu, këto fytyra që nuk i keni zgjedhur ju, por janë të emëruar. Janë të emëruar nga partia, janë të emëruar nga bolshevikët, janë të sistemuar nga serbët dhe nga grekët dhe francezët. Pra dashur shqiptar kanë 35 vjet që fëmijët tuaj i përzeun. 35 vjet që vuajnë shqiptarët për bukën e gojës, kurse këta janë veshur me kostume nga $1.000-2.000 kostumi. Kollari u kushton $1.000, dashur shqiptarë. Ja pra, fytyrat e këtyre janë mbledhur qëllimisht për të ulur Spakun, për të thënë se Spaku nuk ka drejt të arrestoj hajdutin që vjet mbi $1 bilion. Pra dashur shqiptar, regjia, nëse ka mundësi të nxjerrë një foton, dashur shqiptar, ai shihni këtu. Sekretari i parë, Edi Rama, ja zuri vendin Enver Hoxhës. Ja pra, si në komitet qendror që dikur, ai shihni Niko Peleshi, Taulant Balla, është këtu. Ulsi Manja, Blendi Çuçi, Blendi Çome. Të dashur shqiptar, ta emra që lexova unë, Spaku para ca kohe, kur vajti në kuvendin që quhet akoma kuvendi popullor, që populli se ka zgjedh fare, vajti me mira faqe, për Balluku. Do me thënë, do të thot një mirë faqe që ka vjedhur për kaq vjet që ka qenë ministre, bile thash, dhe zvendës kryeministre. Por ka vjedhur Balluku dashur shqiptar me urdhë të Edi Ramës, me urdhë të Ballës, me urdhë të Manjës, me urdhë të Çuçit e me urdhë të Çomës. Po pse e them me urdhë të 5 vetave? Sepse këta 5 veta dashur shqiptar, 5 nga Saliu, 5 nga Edi Rama, ishin kur vajti Spaku për të dhënë raport, për të thënë si ish puna, dhe më në fund që i nxuarë disa sekrete që ka thënë Spaku që do dënohet 35 vjet. 5 veta të PD-s, të Saliut, duan që t'i hiqet imuniteti me gojë, por nga mbrapa 2 herëve, ata nuk duan që t'i hiqet imuniteti. Pra, sot është mbledhur, siç e patë edhe ju në selinë e PS-s, në atë seli të dashur shqiptar, në atë building, në atë pallat, që ka qenë sekretari i parë i Tiranës, që bënte kampet e intrenimit që i intrenonte, në atë vend janë bërë planet që u agrisin pantallonat po t'i shinin më të gjera, u aqethin flokët më në krye Sali Berisha.
në atë vend janë mbledhur dashur shqiptar, gjakun tuaj ju hyni në burg që s'paguani një dritë të vogël, kurse ata s'kan paguar drita për 35 vjet as ujë, as drita. Do me thënë i paguani ju shqiptar, u aven ju targën në dritat. Pra, unë blodh sot Poli Edi Rama, që do të shihni ju, pa tjetër, do të e kanë gjerë që në mëngjes dofta, mos e dzuar, në publik si fliste Edi Rama. E fillovi shqiptar dhe mbarovi duke sharë spakun. Çfarë nuk tha? Edi Rama nuk është as jurist. Edi Rama nuk është as intelektual. Po, Edi Rama është mësuar në për rrugët e Francës, në për rrugët e Grekut, në fillim ka qenë në Greqi para se të vinte në Francë, e kam fjalën mbas 90-s. Poli fliste, po fliste si i vdekur. Ju i shihni në këtë foto dashur shqiptar, do t'i shihni më vonë të tjera, kur t'i them regjis, por unë mblodh sot dhe mund të shihni foton tjetër duke vizituar Ulsi Manjan. Shikoni dashur shqiptar, Ulsin Manen është një foto tjetër duke pirë ujë që unë nxe. Dashur shqiptar, ja pra që kini në parlament. Ja pra cilit njerëz me diploma e plepave. Tonë janë jurist, po janë jurist me ide bolshevike, me ide sërbe, me ide franceze e me ide greke. Pra, a i shini, duke folur, po ju poq buza fare, sepse gënjente, i lexojnë njerëzit, i lexojnë në fytyrë, sepse e fillovi dhe mbarovi duke gënjur për spakun, se spaku nuk ka të drejtë të arrestojë. Sepse ne tha nuk ja heqëm imunitetin, ne 5 veta, dhe u bënte plan të 83 vetave që edhe ju të mos ja hiqni imunitetin kur të vjen më datën 12 në mëngjes në orën 9. Shqiptarët e mi, ju mund shihni dhe fotot e tjera kur flet kryetari i socialistave të parlamentit. A e shihni dashur shqiptar? A e shihni ballën? A e shihni sytë e ballës? Jo si kur flet me qef, po flet është i shtyrë. Po pse është i shtyrë dashur shqiptar? Shikoni sytë, shikoni fytyrën, shikoni trupin. Sepse është i detyruar të flasi. Sepse edhe ky e ka radhën për të arrestuar. Pra, shqiptarët e mi, të gjitha fotot që janë, u bëjmë përshtypje, mund të ketë edhe fotot të tjera, originale. A e shihni Blendi Çuçi. Mendohet kur flet Manja. A i shihni të dashur shqiptar, a i është duke folur, a i duke menduar. Shikoni fytyrën e tij. Pra, unë paralajmëroj spakun, urgjent. Po i them spakut, kryetarit, zotit Braun. E letrat e arrestimeve mund të delsh e një fotografin ku janë 4 emrat. Shqiptarët e mi, spaku ka dhe emrat që i shihni lart: Niko Peleshin, Taulan Ballën, Ulsin Manjen, Blendi Çuçi dhe Blendi Çomon. Ata që atë ditë e kanë gati për të arrestuar. Unë i them spakut, bravo, mos dil nga vija që ke firmosur, mos dil nga fjalët që ke thënë, mos dil nga dorën kur e ke vënë në Bibël,
që do ndjek rregullat e spakut 100%. Deri në këtë minutë që unë po flas, nuk i ke ndjekur. Për atë paguesh spaku të 20 veta. Paguen dhe marrën parat e Amerikanëve. Marrën parat e taksave të Amerikës. Aty janë edhe taksat e mia. Aty janë taksat e 400.000 shqiptarëve që jetojnë në Amerikë. E kam fjalën në 50 shtete. Aty janë taksat edhe të shqiptarëve. Që shqiptarët që janë në Amerikë presin një ditë barë të rikëthehen në tokën e tyre, të hapën tregti, të shpjen fëmijë, të shohin vendin ku ka preardhin i ati tyre gjyshi dhe stërgjyshi. Ata mezi presën e kanë fjalën për në Amerikë. Të këthehen, ashtu si që kanë biznis, i bejnë edhe këtu biznis në vendin e tyre. Në tokën që është gjakosur me shekuj e me dekada. Me shekuj është gjakosur nga armiq qekullor dhe me dekada është gjaksuar nga shqip forcit, nga këta, që thonë nga ka zgjedhur popli. Popli nuk i ka zgjedhur ata. Ju e dini vetë, unë po i flas shqiptarëve. Ju nuk i keni zgjedhur, se në qoftë se del Peleshi në Korçë, ai nuk merr një votë sepse ka vjedhur. Në qoftë se Edi Rama del aty ku ka bërë kështjellën, ai s'merr asnjë votë. Në qoftë se del Yli Brazhit, Balla, që Balla kur është bërë deputet, unë kam qenë me mision këtu dashur shqiptar. Ishte vesh me pantallona të shkurtra dhe ishte bërë me dhe të kuq, se Yli Brazhi ka krom. Nga dheri i kuq që s'kishte asgjë, ka vila, me qindra, parat i mat me metrokup, po, a i Balla, po ashtu, dhe Peleshi. Kurse Edi Rama, bunkeri i tij është me miliona e miliona dollar, që do t'jenë tuaja të nesër. Unë jam bindur se Edi Rama kishte fjalimin e fundit për jetën e tij. Sepse e fillovi dhe e mbarovi. Fjalët më të këqija ka thënë për spakun. Ky person e ka firmosur të tre këta që janë këtu e të tjerë e kanë firmosur dashur shqiptar, si i themin e shqiptarë, si qequa me një ken, vajtën ambasadën time amerikane dhe e firmosën 140 deputet kur ngrit spaku. Kurse tashi menduan se mund t'i venë në burg, ai që s'paguan një dritë, ai që hap diçka për të pirë ujë në tokën e tij, opo ai që mbjell do një pemë, do një dritë, e dënojnë me 6 muaj burg, me 1 vit. A e mbani mend disa nga Lushnjë u turprua që hyri për një dritë dhe vari vete në burg. Pra dashur shqiptar, këta kanë vjedhur. Të dalë dhe Balluku dashur shqiptar. Balluku ka vjedhur sepse u mësua nga Edi Rama. Ajo erdhi vërtet nga Greqia, si gjithë emigrantët e tjerë, pavarësisht se ç'punë bënte atje. Nuk është koha për të thënë shqiptarët kudo që shkojnë, vuajnë për punë. Erdhi kur e pa Edi Ramën, i transportonte parat me limozinën që ka Mercedes e $300.000, a here pa dhe ajo, edhe ajo po mirte. Kur Edi Rama i mirte me kamion, edhe ajo filloi të mirte me makinë. Kur Edi Rama po i mirte me nga ato makinat të mëdha, Skodat që i thoshin e dikur, fillovi dhe ajo të mirte. Kur Edi Rama vetëm transportonte para në përmiqësi New York për të hapur ndërtime, construction, për të bërë hotele me nga 20-30 kate, transportonte para, edhe ajo filloi të transportoj para.
Do me thënë, mësusi, tekniku, është Edi Rama, është Peleshi, është Balla, është Quqi, edhe atje, edhe Manja, Mansjan, si e ka emrin e. A i që doli sot, me atë mjekër që kështë e bërë të bardhe të zezë, beboj, me atë kostum që bente $3-4.000, fliste, po i binin djersët, se gjinjente, se trupit dashur shqiptar, kur gjinjen, të bjen djersët. A i nuk ishte në halë, para burgut, po ishte aty, po e filloj dhe mbaroj dhe gjinjeu. Aq gjinjeu sa habitën tërë, një njeri që është jurist, që di që qa po fliste a i. Nuk po fliste si jurist, po fliste si besniku i Edi Ramës. Pse Edi Rama e mbron dhe këta që janë këtu? Po këta vërtet janë mizakali. Këta vërtet janë ignorant dashur shqiptar. E mbron sepse këta e kanë radhën. Spaku, urgjent të shpjerin fletët e arrestimit dhe heqjen e imunitetit. Nëse imuniteti nuk hiqet, o shqiptarët e mi, dëgjoni me vëmendje, do arrestohen të gjithë flagrant. Nëse Spaku nuk arreston, ne jemi gati, ju sonte do dëgjoni shumë gjëra nga mua që si keni dëgjuar ndonjëherë, do habiteni dhe ju, kush janë shqiptarët e kush janë milionerët. Pra dashur shqiptarë, to fytyra u blodh sot, si që tha më parë, në foleja e sekretarit të parë që ishte i Tiranës, komiteti partisë, që bente plane për të arrestuar njerëzit, që bente plane për t'i hequr kush ishte antar partijet që ta fuste brenda, sepse regjimi bolshevik dashur shqiptar është i shkruar organizim për shkatërim. Arrestuan të gjithë patriotët, i vranë, s'kishte më radhë, filluan dhe Mehmeti, e vranë në gjumë, e vunë në krevat s'ku ishte vrarë vetë. Ashtu filluan Ballukun, Balluku kur u pushkatua dashur shqiptar, po para se të pushkatoheshe, a i kishte mbaruar. Kishte mbaruar, që kështu e kanë zakon, ata që rrinin patriotët në atë ministri të brendshme poshka që në burgu i të mërshmë, i patriotëve kanë vdekur aty, aty ndejnë dhe këta që ka Drea Zbiu, Petri Dume, Balluku, Emerad, aty dyke dhenë shpirt, ata mbylli grushtin, e thoshin rroftë marksizmi, rroftë Stalini, rroftë Enveri. Ata nuk hynë të dashur shqiptar për politikë. Ata hynë për karrike, sepse këshën zënë karriket e nuk dilin. Beqir Balluku hante një dele për gjysmore, komplet, me Petri Dumen e të tjerë. Fëmijët e tyre dashur shqiptar nuk kanë thënë kot fjala popullore. Klyshi është mikej se qeni. Klyshi është mikej se qeni. Që Klyshi është rritur pa bukë dhe u bë milioner, e kanë fjalën për komunistët. Kurse Klyshi u rrit milioner, u rrit i pasur, që të gjonte të jatin që thoshte, shu kemi qenë të pasur, pamarësi se ishën të negjergji, pamarësi se ishën lypsarë. Ata u bën të dashur shqiptar. Pra të dalën në fjala urdhem dhe mballa. Spaku, urgjent, të filloj arrestimet. Unë nuk kam thënë data 15 erdi. Me datën 12 e ka aty në parlament. Por në qoftë se ata 83 deputet, unë i njoh të gjithë, i kam në listat fytyrat e tyre, emrat e tyre, ku hynë, ku dalin, ku shkojnë, që ditën që janë emëruar deputet. Disa janë të rinj, nga Fieri, nga Patosi, janë të rinj, kurse ata të vjetit, po thuaj kanë nga 4-5 herë, si Peleshi edhe si Balla, e si Edi Rama. Në qoftë se ju 83 deputet
më datën 12. Mund ta shikojmë fotografi në foto në regjia, foton që janë një grup të gjithë. Dashur shqiptar, po ngrihem për këta, të gjitha këto fytyra janë deputet. 10% janë të rinj. Po unë them të gjithë dhe sidomos ky që e ka zgjedhur ministër të jashtëm mban shënim që jurist. Pra dashur shqiptar, ju që jeni këtu, koha e juaj ka mbaruar. Po mosha juaj është e re, disa. Nëse ju doni që të jeni përsëri, i shërbeni kombit me pastërti. Mos e jepni votën. Për arsye se këta ulqit që janë këtu kanë vjedhur. Duan të futë në ju. Unë u shoh fytyrat dashur shqiptar, ashtu i kanë parë fytyrat specialistët të misionit tim, i kanë parë fytyrë më fytyrë. Ai që di t'i lexoj trupin, janë të gjithë që nuk janë dakord me fjalën e Edi Ramës, të Ballës, të Peleshit. Peleshi ishte duke vdekur dashur shqiptar. E kishte humbur toron fare. Unë po i them Peleshit, Ballës, sidomos Balla, ti je i ri. Ti e përballon burgon, leri që ke vjedhur, ke kohë përsëri. Mos votoni, vota juaj do shkoj kot, dita e datës 12 vjen. E ca ditë është të dashur shqiptar, nëse ju do votoni, vota juaj, nëse ju do votoni kundra Spakut, vota e juaj nuk pyetet, sepse është vendosur çdo gjë. Është vendosur sepse ne kemi bërë qeverin, nuk e kemi bërë kot. Unë kam krijuar ministrat, unë kam hapur 3 drejtori, polici, FBI, inteligjencën. Qo është bërë, sepse unë jam shqiptar me mira vjetë, nuk jam mizakali. Nuk kam ardhur nga Greqia, nga Rumania, nga Bullgaria. Nuk kam ardhur nga India. Prindërit tuaj të shumtit janë të erdhur në tokën e Shqipërisë. Po përsëri, ne shqiptarët u kemi dhënë bukë, u kemi dhënë shtëpi. Disa që thonë jemi grek. A ditë që bëhet qeveria, 2 fjalë kam unë. Ai që është grek, që thot jam grek, ti iki para se të bëhen 48 orë. Sepse u kemi dhënë bukë, ne i kemi dokumentat nga stërgjyshët tonë që kanë erdhur, janë strehuar në Bregdet, janë strehuar në Korçë, kudo, edhe se thonë jemi grek, po unë nuk besoj që thonë, është një përqindje e vogël, si ai pisi që ishte në burg, dhe vajti Greqia e uli aq vetën sa e bëri kryetar deputet në Parlamentin e Evropës, në atë Evropë që ne na ka shkatruar përveç gjermanëve dhe Austrisë. Pra, e njëherë u them këtyre me datën 12, mos votoni, do ulni veten, janë njerëz të rinj, jeni shumë janë juristë, që e njohin ligjin, që ato që tha Edi Rama, ato që tha që ka emrin e Mujsiu, Ulsi, ato janë mashtrime, janë gënjeshtra për të ulur autoritetin tuaj. Spaku është gatishmëri. Spaku është përgatitur për të arrestuar, jo 1, jo 2, jo 100, po me mira. Spaku është përgatitur për të arrestuar, janë 80 e ca të quajtur analistë dhe gazetarë, janë mbi moshën 40 e ca vjetë, janë po thuaj disa nga 60 vjetë. Ata i kanë shërber bolshevikëve, i kanë shërber Ramisalisë, i kanë shërber asaj ministrisë të brendshme, që ne gabinën e ministrisë të brendshme do të bëjmë banjo publik me 4 dyer për shqiptarët, sepse ajo ka vrarë shumë njerëz. Shumë njerëz ka vrarë.
Ajo ka vrarë njerëz pa hesab. Edhe ai komiteti i partisë janë mbledhur sot ta, që s'paguajnë as drita, as ujë, as gjë për gjë, edhe ai do bjeri poshtë. Për arsye se aty janë bërë planet e intrenimeve, planet e arrestimeve, që beshin në komitet qendror, kalonin në komitet partisë të rretheve, kalonin në degët e brendshme, arrestonin njerëzit, intrenonin. Pra, fjalën sot unë e kam për datën 12. E kam për këta 83 veta, sepse 50 e ca që janë të Salës, me turp do bjen në favor të SPAK-ut, sepse emrat i kanë në SPAK edhe ata. Dashur shqiptarë, si që kam thënë, 97% të shqiptarëve po vuajnë për bukën e gojës. 3% nga këta që janë veshur me kostume që si kanë parë dhe ëndra, në ëndrë si kanë parë këto kostume, as baballarët e tyre, si që thash. Unë po i drejtohem Ramës. Ram, unë të njoh mirë, që kur ti ke qenë në Greqi, për unë kam ardhur në 10. Në fillim, po që jam demokrat, ashtu i ke thënë dhe Sali Berishës. Unë i kam të inqizuara dhe të fotografuara fjalët e tua. Bashkë me 2 shokë, një ka vdekur, jeni 2 gjallë. A ish ministër shoku jot, sot. S'është nevojë ti them emrin, se po i ngre. Edi, atë fjalim që mbajtë sot, të ra të gjithë në fytyrën tënde. Të ra të gjithë në fytyrën tënde, se ti për herë të parë nuk je jurist. Nuk je as intelektual, je piktor, ke bredhur në për rrugët e Parizit, ke parë, po që të flash në atë mënyrë, të rëndosh në publik SPAK-un, unë e di pse e rëndon. Sepse SPAK-u varet nga Amerika, jo nga ty, le që thon njerëzit. Nëse SPAK-u nuk bën arrestimet këto ditë, flagrant, dhe SPAK-u po e them 4-5 veta janë për të arrestuar, mund të arrestohen pothuajse të gjithë. Nëse SPAK-u nuk e arreston dhe Byroja Kombëtare nuk vete i ve hekurat, po Byroja Kombëtare nuk i ve hekurat, po mos e lajmërovi SPAK-u. Se SPAK-u, dashur shqiptar, ishte përkohësisht. Jam prokuror. Byroja Kombëtare është si FBI në Amerikë. Jep urdhë prokurori, Byroja Kombëtare arreston. Në të shumtit, 95%, Byroja Kombëtare lajmëron SPAK-un, si në Amerikë, që X personi ka vjedhur, ka vrarë, dua të arrestohet ai, thot Byroja Kombëtare. A herë SPAK-u e mendon se e ka të qartë, lajmëron gjyqtarin në mes të natës, duke fjetur në tërë botën është që duhet të arrestohet personi, urdhon dhe arreston. Edhe më vonë e shpjen në gjyq dhe gjyqi e nxjerr të pafajshëm apo e nxjerr fajtor. Pra, Edi Rama, ndroje mendjen. Data 12, çdo gjë të le ty më kurris. A i pe njerëzit kur flisje ti, ishën kokullur, nuk ishën të gëzuar, po ishën tamam si në gjenaze personale. Se kur vetëm i gjenaze të uaj mërzitesh, po jo aq shumë. Kur jemi gjenaze personale të trupit tënd, të gjitha ata mendonin kush e ka radhën. Ja po e them unë, nëse ju do votoni, Balluku do arrestohet, Edi Rama do arrestohet shumë, por ju do të iki vota edhe dosja juaj do shtohet. E nëse nuk ishte ndërmend për të arrestuar, do arrestojni vetëm për fjalën. Se keni vënë dorën që sipas gjykatës do veproni, sipas ligjit kushtetutës që është bërë në Serbi, do votoni. Ajo kushtetuta thot fajtori arrestohet. Pra, nëse ju aheri jeni kundra kushtetutës, pra do bëni. Unë i them Peleshit, ke një rast
të tulet pak dosja, që ke vjedhur Korç, që ke vjedhur kur ke ministër i mbrojtjes, ministri i bujqësisë, ku s'ke qenë, arrite dhe kryetari i kuvendit. Do të rëprosh, do të dëmtosh familjen, fëmijët. Voto në favor të SPAK-ut. Po ashtu i them edhe Ballës. U them të pestëve atyre së sheva të zemrit, të pestë që ishën para gjyqit. Do me të pestë janë Niko Peleshi, Balla, Manjaja, Quqi, Qomo. Ju do të ngelet fajin sepse ishët para SPAK-ut. Dhe SPAK-u nuk ishte 100 faqe si shta. Edi Rama më mirë të ishte 100 faqe, tha, që t'jenë, tha, 16.000 faqe janë kot. Do me thënë 16.000 faqe si pas Edi Ramës janë kot. Kurse 5-6 faqe që nga plot për Edi Ramës. Pra, kini kujdes, nëse ju doni të ngelen koskat në burg, votoni, por aman ftesa, bas 12-ës do të vi për të arrestuar për ju. Tini të bindur, nuk ka me qevri me Edi Ramën e me Sali Berishën. O shqiptarë më dëgjoni, daq të vi mirë, daq disave të vi hidhur. Nuk ka me qevri me Edi Ramën, me Partinë Socialiste dhe me Partinë të quajtur Gjoja Demokrate. Kanë baruar, ato janë grisur, si një letër që griset, është grisur. Emri tyre është për burg për të dhënë llogari për bilionat e dollarëve që i kanë nxjerrë jashtë adheu, për bilionat dollarë që i kanë në përshpira. Ju e mbani mend, dashur shqiptar, një pastruse në qyjet 1 milion. Ja mori zvendës ministres edhe ajo se kuptovi, sepse ajo kishte një dhomë plot me dollar e me euro. E ti kishte marrë 10 milion, as du kuptoshe fare. Llogaritë sa kanë këta. Llogaritë sa ka Edi Rama në bunkeri që ka bërë Beqimento. Llogaritë sa para ka Peleshi. Llogaritë sa para ka Balla e me shok. Llogaritë sa para e ka marrë Ulsi Manja. Ulsi, ti e di fare mirë, kur u gjite lartë shkallëve që ishte vetëm Edi Rama, ti edhe Ballukuja, e bët plani, ty të thretës si burrit të menç, ty ta futën. Pra, nëse je malsor, si shtua jam malsor, si që thua, u thua njerëzve në telefon, nuk dua të zgjat më shumë, që unë jam familje patrioti, nëse e familje patrioti, ajo gjedet më 12, më datën 12. Pra, shqiptarët e mi, tini të bindur. Si që thash, në qeverinë e kemi krijuar me patriotët, me intelektualët, dhe mbas me do të shihni zvendës ministrin i ndërtimeve të rrugëve, instruktorës, do të shihni ka ardhur nga Hollanda një specialist që rinin e tij me gjithë fëmijë ka qenë në Hollandë, ka bërë rrugët moderne, bëri një rrugë afër Elbasanit, për 10 vjet akoma së shprishur, sepse e bëri me metoda tamam evropiane, me metodën që ka dalë në Kaliforni dhe është përdar në gjithë botën. Do të shihni si do flasi i riu, intelektuali, që do kombin e Shqipërisë, që është në gjendje në Hollandë, me familje i strehuar, por i digjet nga zemra të vinë në tokën e tij. Si që erdhi më përpara, i kërkuan përqindje të madhe, i ku përsëri u largua. Pra u thash, unë kam zgjedh ministra dhe zvendës ministra, që do t'i shihni edhe vetë, do të flasi me gojën e tij, sa garanci do japi për një rrugë, edhe i qovë se i bën gabim një shofer, i prishet rrota në mes të rrugës, e paguan ajo kompani që ka bërë rrugës si në Amerikë.
Pra bën një aksident, ose rruga është gabim, në qoftë se rruga ka dëbor, bën aksident e paguan ajo kompania, që ajo do të ketë dispozicion. Të garantuar me 4 korsi, jo me një, si që ka bërë rrugën e Elbasanit për Korçë, turpi botës, talen me ne. Talen me fytyrat të këtyre të dashur shqiptar, që s'ka as tren, as travaj në tokën e Shqipërisë. Pra të dashur shqiptar, ju e keni mendit dhe arestime, si që më keni dërguar, do të qose ka mundësi shikoni sot, do të zjerë disa gjera që ju do habiteni, kam qenë me mision për 2 ditë të shtunë e dielën, u vesha në një formë të ndryshme, jo si kryetari partisë, jo si kryeministri i qeverisë teknike, po me misionin tim që kam 50 vjetë, kam vajtur më ca vende, do habitin e ju qarë do shoni me sy tuaj, qa ben këta mizat e kalit. Pra të dashur shqiptar, mbas me do dali zvëndës ministri, do me thëna i quet zvëndës sekretar shteti, po në Shqip i thonë zvëndës ministri, sepse do ketë 13 ministra, do ketë zvëndës ministra, si që thash zvëndës sekretar, pra do dali, do të shini vetë, qëfar do thot a i me specialitetin e ti, dhe me kompanin që a i do sjeli, dhe shqiptarët që sa bukur do paguen që të punojnë, jo si tani që i mbajnë sy zmeqarë, po do paguen me inshurancë, do paguen me rrogë moderne, të kenë pushim kur të hanë drejt, jo si tani që i binë si duan talen me shqiptarë. Nuk ka me të dashur shqiptarë, nuk do talet me ju. E kam fjallën me Shqipërinë me kufi natyror. Kosovë, Malizi, Macedonia jone Aleksandrit dhe Tirania, i them tirani, sepse ka 83 vjetë që në këtë tirani janë bërë përçarje, vrasje, në këtë tirani janë ngritur rrugaqët dhe intelektualët dhe familje që duan kombi shqiptar janë në papun që din nga 5-6 gjuhë. Kurse këta, i zhon këta qini ati dashur shqiptar, edhe Shqipen nuk e din. E gjoja nga troj me gjuhë tuaj, që se din fare gjuhë në huaj, po dhe me kja din turpi botës, të janë të turpi botës, të janë turpi botës që nga kanë trupruar. Pra dashur shqiptar, arestimet do ben, por do kenë fatin e keq këta, po tjetë kur unë të marra ditë qeverin, unë kam thënë shqiptar. Ta do lidhen me litar, do i qenë zvarë, po të ngele dora në Kali Skënderbeu do kenë fatë. Erdhi koha e gjukimit popullor. Unë e di që ju vedoni dhe do gjukohet gjyq popullor. Erdhi fundi i këtyre që kanë shkatruar për 80 e ca vjetë. Të dashur shqiptar, miru pafshin në orë 6 dhe mbas me, si që thash, del zvëndës ministri i ndërtimit të rrugave të çdo gjë. Pra do të shihni vetë si do flasi. Miru pafshim në orën 6.